Të ndihesh I bllokuar nuk do të thotë se ke dështuar. Do të thotë që je në një periudhë tranzicioni. Shumë herë ngecja vjen jo sepse ne nuk dim çfarë të bëjmë, por sepse kemi frikë të bëjmë hapin e parë. Ne presim të I kuptojmë mirë gjërat dhe pastaj të veprojmë. Por e vërteta është se qartësia vjen pasi ti fillon të veprosh, jo përpara veprimit. Nëse ndihesh e bllokuar, mos kërko një ndryshim të madh. Fillo me një hap të vogël, fillo me një vendim, një veprim dhe thuaj po vetes tënde. Thuaj vetes tënde që mundem. Ndalo së krahasuari rrugtimin tënd me të tjerët. Rruga jote ka kohën e vet. Mos harro, edhe ndalesat janë pjesë e udhëtimit. Beso tek vetja jote, beso dhe ec përpara, edhe pse mund të duket ngadalë. Sepse lëvizja, sa do e vogël, gjithmonë të nxjerr nga ngecja.